Një sherr banal për një kafe në Manës të Durrësit përfundoi me 2 të vrarë në orët e vona të mbrëmjes mes 21 dhe 22 tetorit. Një prej viktimave është Flori Paluçi, 33 vjeç, i cili rezultonte në kërkim ndërkombëtar nga autoritetet italiane për tentativë vrasje të dyfish në qytetin e Perugjas. Mediat italiane raportojnë se Paluçi ishte nën hetim nga prokuroria e Perugjas për një ngjarje të ndodhur në 19 qershor të këtij viti në qytetin Umbertide, në rajonin e Vernës. Ngjarja kishte ndodhur përpara një bari ku 2 persona mbetën të plagosur rënd pas një shkëmbimi zjarri. Hetimet e autoriteteve italiane sugjerojnë se konflikti ishte i lidhur me çështje të trafikut të drogës dhe pas atentatit Paluçi u arratis, duke u bërë i paidentifikueshëm për disa muaj. Ndërkohë, fluksin e arratisjes së tij e shënoi një tjetër ngjarje tragjike që ndodhi në 21 tetor në Manës të Durrësit, ku Paluçi përfundoi i viktim pas një tjetër përplasje marrë zjarri. Sipas informacioneve të marra nga burimet të sigurta, incidenti i fundit nisi për një sherr banal për një kafe. Një 23 vjeçar i cili ndodhej në një lokal me një mik kishte kërkuar një ekspres, por kamarieri refuzonte t'ia shërbente, duke thënë se aparati për kafen ishte fikur. Kjo mosmarrëveshje për një kafe ka shkaktuar një debat të ashpër mes të rinjve, ku ka ndërhyrë edhe Flori Paluçi, duke u përfshirë në një konflikt që më vonë do të përfundonte me vrasjen e tij. Sipas hetimeve paraprake, Paluçi dyshonte se ka qelluar marrëzjarrin 23 vjeçarin duke e vrarë në vend. Pas kësaj, miku i viktimës reagoi menjëherë, nxori armën dhe hapi zjarr ndaj Paluçit, duke e vrarë atë po ashtu. Policia ka shpallur në kërkim personin e dyshuar për vrasjen e Paluçit, ndërsa hetimet vijojnë për zbardhjen e plotë të rrethanave të konfliktit dhe verifikimin e lidhjeve të mundshme mes ngjarjes në Shqipëri dhe asaj në Itali.